Si ndryshoi Berisha ndër vite emrin, biemrin dhe atësinë. Të shohësh regjistrat themeltar të shtetasve nuk të ndihmon të kuptosh se si quhet Berisha, ish presidenti, ish kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike. Në kohë të ndryshme ka emra të ndryshëm, natyrisht pa ndryshuar mbiemrin. Një herë Salih, pastaj Salih, herën tjetër përsëri Salih, e pak më gjatë dhe pas Salih. Por cili është i vërteti? Kërkush nuk mund t'ua thoshte dot në mungesë të aktit të lindjes, akti i origjinës ky. Të dy emrat janë aty në regjistër, herë si Salih dhe herë tjetër si Salih, por pa mundur të kuptosh se pse ndodh kjo. E njëjta histori është edhe me atësinë, emrin e babait. Edhe ai herë shfaqet si Ram dhe herë tjetër si Ram. Ndërkohë është po i njëjti Ram Berisha. Po e njëjta histori është edhe me gruan, edhe ajo herë ishte Liria e herë tjetër ishte Liri. Regjistrat e dëshmojnë edhe këtë. E vetmja e dhënë personale që figuron në regjistër e pandryshuar është ditëlindja. Në çdo flet, sa herë që shfaqet ajo është shumë e qartë. 1 korrik 1944. Atëherë, përse Sali Berisha vendosi të ndryshojë ditën e lindjes kur mbushi 65 vjeç? Insistuan shumë për t'u njohur me veprimet ligjore, standarde në një rast të tillë. Ne mësuam se dita e lindjes ndryshon vetëm përmes aktit të lindjes ose një vendimi gjykate, por për këtë të fundit duhet sërish akti i lindjes ose një provë tjetër e pakundërshtueshme, në bazë së cilës të merret vendimi për një ditëlindje të re. Në rastin e Salih Berishës nuk është as njëra dhe as tjetra. Ka ndodhur në 28 tetor 2009 një prej oficerëve të grupit të sigurisë së ish kryeministrit të mbërri në zyrën e gjendjes dhe të kërkojë ndryshimin e ditës së lindjes në regjistër dhe më pas edhe në dokumentin e lëshuar me këto ditëlindje të re. Më herët aty kishte mbërritur urdhri i zëvendës ministrit të Ministrisë së Punëve të Brendshme në bazë të të cilit punonjësit duhet të vepronin. Kështu u bë. Ai që për ne, ditë më parë, u identifikua si akt me numrin 342, në fakt nuk është i tillë. Është thjesht numri i veprimit të kryer në regjistër dhe kaq. Punonjësve të gjendjes civile ju premtua se do t'u jepej akti i lindjes si dokumenti bazë me anë të cilit po kryej ndryshimi i ditëlindjes, por ky akt nuk është depozituar ende dhe sot. Atëherë, 4 gratë gjendjes civile janë mbledhur dhe kanë hartuar një proces verbal për aktin e kryer, ndryshimin në regjistër të ditëlindjes së kryeministrit në detyrë që sapo kishte marrë një mandat të ri. Pse ka ndodhur gjitha kjo? Askush nuk mund të jap një përgjigje të qartë dhe të vërtetë. Përveç Sali Berishës, askush tjetër. Me kaq ndryshime të dhënave personale, natyrisht që është diçka serioze dhe arsyet duhet të jenë po të tilla. E gjitha duhet të ketë një shpjegim të dëshmuar dhe të provuar, jo si ai që e marri me mend përse ka ndodhur dhe që shfaqet në regjistër Salih Berisha, bëhet kryefamiljar me babë e nën gjallë. Tani për ne nuk është më habi heshtja e Berishës vetë për këtë. Habi është heshtja e prokurorit. Institucioni, në fjalë, u ngarkua me të drejtën e hetimit përmes një ligji që u hartua, votua e hyri në fuqi siç donte Sali Berisha. Tamam në atë ligj të japësh të dhëna të reme, konsumon një vepër penale, përtej faktit se çdo funksion që mban merr fund.